Unë po vijoj me njoftimin e publikuar në Institutin e Gjeoshkencave, ku sot do të ketë reshje me intensitet të lartë në gjithë vendin, në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër, mund ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malor dhe rëshitje të dherave. Në zonat urbane, në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara në varësi të gjendjes së kanalizimeve. Intensiteti i lartë i reshjeve në ditët në vijim do të sjellë rritje të prurjeve në lumenjt e mëdhenj dhe të mesëm, Drinë, Buna, Mat, Ishëm, Erzen, Shkumbin dhe Vjos. Ndërkohë që sa i përket kësaj dite, në këto qarqe do të priten reshje intensive, temperaturat do të shkojnë nga minimalja dhe maksimalja në Bregdet 15 deri në 20 gradë Celsius, në vendet e ulta 15 deri në 20 gradë Celsius dhe në vendet malore nga 9 në 14 gradë Celsius. Ndërkohë që era pritet të fryjë mesatare deri e fortë kryesisht në Bregdet. Tani ne do të shohim më hollësisht të gjitha qytetet, duke nisur me Tiranën për t'u njohur më konkretisht me situatën e motit. Dhe sikurse edhe e vërejmë, sot dhe nesër në Tiranë ka reshje shiu intensive me temperatura që ditën e sotme nisin nga 13 gradë dhe arrin maksimalja në 18 gradë Celsius dhe nesër po ashtu. Ka reshje dhe temperatura që nisin nga 11 gradë në orët e pare të ditës në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet për kryeqytetin. Për të vijuar me qytetin bregdetar të Durrësit, aty ku era pritet të fryjë e fortë, ashtu sikurse e thash edhe pak më herët në njoftimin e lexuar. Shohim që sot dhe nesër kemi reshje shiu intensive edhe në qytetin e Durrësit, me temperatura që ditën e sotme në këtë të martë shkojnë nga 15 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 14 gradë në orët e pare të ditës në 18 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës që do të shënojë edhe temperaturën më të lartë pikërisht në 18 gradë Celsius. Për të vijuar tani me qytetin e Radhës, do të ndalemi në Elbasan, edhe Elbasani po ashtu ka reshje shiu sot dhe nesër, intensive, temperaturat sot do të shkojnë nga 13 gradë në orët e pare të ditës në 18 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë, dhe nesër vërejmë një rënje të temperaturave, qoftë ajo minimale, qoftë ajo maksimale, duke shkuar kështu konkretisht nga 11 gradë në orët e pare të ditës në 16 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Nga Elbasani shkojmë në qytetin e Fierit. Dhe shohim që edhe në Fier, ashtu sikurse në çdo qytet të vendit, sot dhe nesër kemi reshje shiu intensive, temperatura ditën e sotme do të shkojnë nga 14 gradë në 21 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër nga 11 gradë në orët e pare të ditës në 18 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Vërejmë edhe një tendencë për temperatura më të ulta nga sot nesër. Shkojmë në qytetin e Radhës tashmë, jemi në Berat, Berati shoqërohet me shkarkime dhe temperatura që shkojnë nga 14 gradë në 19 gradë Celsius maksimalja, ndërkohë që dita nesër vjen po ashtu me reshje shiu intensive, me temperatura më të ulta në raport me ditën e sotme, nga 12 gradë në orët e pare të ditës në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Kjo sa i përket situatës së motit në qytetin e Beratit, por tashmë do të ndalemi në qytetin e Radhës për të parë së bashku se si do të vijojë dita sot dhe nesër për Korçën. Aty ku në fakt vazhdojnë pashtu reshjet intensive sot dhe nesër, me temperatura që ditën e sotme regjistrojnë nga 10 gradë në orët e pare të ditës në 14 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës, dhe nesër nga 7 gradë herët në mëngjes në 12 gradë Celsius, temperatura më e lartë që regjistrohet për gjatë orareve të mesditës, që përkon edhe me temperaturën maksimale që regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë. Vërejmë një rënje të temperaturave, një tendencë që ndodh thuajse në çdo qytet që kemi përmendur deri më tani. Por le të vijojmë me qytetin e Radhës për të parë së bashku nëse do të vijojë e njëjta situatë edhe në Vlorë, aty ku sot dhe nesër shohim reshje shiu intensive. Rikujtoj edhe një herë, janë zonat bregdetare aty ku era do të fryjë e fortë, kështu që duhet të qëndroni në gatishmëri, të siguroni gjithçka dhe të jeni të përgatitur përballë çdo të papriturit të motit. Temperaturat në Vlorë
Ditën e sotme do të shkojnë nga 16 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të ditës, në 18 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Vijojmë me qytetin e Radhës tashmë, jemi në Gjirokastër. Gjirokastër mbetet e bukur edhe në këto ditë me shi, edhe pse janë në rreshje intensive shiu sot dhe nesër ato që do ta mbulojnë këtë qytet me temperatura sot që shkojnë nga 13 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 12 gradë në orët e para të ditës, në 16 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Shkojmë tashmë në Sarandë për të parë së bashku situatën e motit, aty vijon po njësoj si në gjitha qytetet e sipër përmendura. Sot dhe nesër kemi rreshje shiu intensive me temperatura që në këtë ditë të martë të javës do të shkojnë nga 15 gradë në orët e para të ditës, në 17 gradë Celsius temperatura më e lartë që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës dhe nesër nga 14 gradë në mëngjes, në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Nga Saranda do të kalojmë tani me zonat veriore të Shqipërisë për të parë së bashku situatën e motit. Edhe në Tropoj Dukshëm kemi sot dhe nesër rreshje shiu intensive me temperatura që regjistrojnë sot nga 9 gradë në mëngjes, në 15 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 10 gradë në orët e para të ditës, në 13 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Vijojmë me qytetin e Radhës. Jemi në Puk, edhe në Puk rreshjet e shiut janë intensive, sot dhe nesër përgjatë 2 ditëve të kësaj jave, temperaturat sot do të shkojnë nga 10 gradë në 13 gradë Celsius maksimalja dhe nesër vijojnë po njësoj të njëjta. 10 gradë në mëngjes, 13 gradë më e larta që do të regjistrohet. Zhvendosemi në një tjetër qytet tashmë për të parë së bashku se si është situata meteorologjike në Kukës, aty ku rreshjet e shiut janë intensive dhe do të vijojnë përgjatë 2 ditëve, po ashtu janë bërë edhe paralajmërime për rreshje bore në qytetin e Kukësit dhe në gjitha zonat përreth, kështu që duhet të jemi të përgatitur edhe për këtë pjesë, ndërkohë që temperaturat sot shkojnë nga 8 gradë minimalja në 15 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës, në 13 gradë Celsius temperatura më e lartë që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Për të vijuar tani nga Kuksi në Peshkopi, ku sot dhe nesër do të kemi rreshje shiu intensive me temperaturat që sot shkojnë nga 7 gradë në mëngjes, në 13 gradë Celsius maksimalja dhe nesër nga 7 gradë në orët e para të ditës, në 10 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistroj termometri përgjatë orareve të mesditës. Vërejmë edhe një rënje të temperaturës maksimale në qytetin e Peshkopis. Por le të vijojmë tani me qytetin e Shkodrës, aty ku rreshjet vijojnë, është një nga qytetet kryesore nga ku bëhen paralajmërime, kjo edhe për shkak të historikut që Shkodra ka me përmbytjet në vite të ndryshme, kështu që patjetër duhet një vëmendje shtuar në raste të tilla kur temperaturat janë në rënje, por edhe rreshjet vijnë dhe bëhen gjithnjë më intensive. Sa i përket temperaturave për të ndalur konkretisht në Shkodër, sot do të shkojnë nga 12 gradë minimalja në 16 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 11 gradë në orët e para të ditës, në 15 gradë Celsius temperatura më e lartë që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Për të vijuar me Lezhën tashmë. Edhe në Lezhë, si në çdo qytet tjetër që kemi përmendur, kemi rreshje shiu intensive sot dhe nesër me temperatura që ditën e sotme shkojnë nga 12 gradë në 18 gradë maksimalja dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të ditës, në 16 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Dhe me Lezhën ne mbyllim situatën e motit dhe parashikimin për vendin ton. Patjetër që mund të gjeni informacion akoma edhe më të thelluar, por ajo çfarë mund të bëni në rastin më të mirë është që të përgatiteni dhe ta keni çadrën gjithmonë me vete. Edhe të përgatitemi për veshjen që kemi, pra të jemi disi gati përballë çdo të papriture të motit, edhe pse nuk ka të papritura tashmë, sepse Instituti i Gjeoshkencave e ka bërë paralajmërimin, Ministria po ashtu, po edhe ne këtu në start ua kemi dhënë paralajmërimet tona. Për të shkuar tani dhe për të parë se si është situata në rajon, do të nisim me Shkupin.
dhe do të shohim së bashku nëse edhe Shkupi ka situatë problematike të motit, si që vërejmë lehtësisht përmes grafikut, sot dhe nesër edhe në këtë qytet ka reshje shiu intensive, me temperatura që sot shkojnë nga 8 gradë minimalja në 14 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri, dhe nesër nga 8 gradë në mëngjes në 12 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Jemi në Prishtinë. Prishtina sjell një rënje të temperaturave dhe po ashtu edhe reshje shiu intensive sot dhe nesër. Temperaturat sot do të shkojnë nga 4 gradë në 10 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër nga 5 gradë në orët e para të ditës në 9 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Vijojmë me Milanon. Shohim që ndryshe nga çdo qytet tjetër që kemi parë deri më tani, me sa duket Milano është e favorizuar sa i përket kushteve të motit në këto ditë të vjeshtës, aty ku duket se kushtet e motit alternohen mes kthjellimeve dhe vranësirave sot dhe nesër, me temperatura që sot shkojnë nga 4 gradë në 11 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër nga 5 gradë në orët e para të ditës në 10 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Nga Milano do të zhvendosemi në Bruksel, besoj që na surprizon Brukseli, dhe siç e shohim, reshje intensive sot dhe nesër, ashtu sikurse çdo ditë tjetër në këtë vjesht për Brukselin, me temperatura që sot arrin nga 3 gradë minimalja në 6 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nga 2 gradë ditën e nesërme që do të nisë temperatura në mëngjes, maksimalja që do të arrijë është 6 gradë Celsius. Pra vërejmë edhe një rënje të ndjeshme të temperaturave, dimri po afrohet, është më se normale për kushtet meteorologjike në përgjithësi të këtij qyteti evropian. Për të ndalur tashmë në Paris, për ata që kanë bërë plane dhe po udhëtojnë drejt Parisit, vetëm dita sot do t'i favorizoj paksa, sepse temperaturat janë, le të themi, të qëndrueshme, por edhe të ulta nga ana tjetër, por ajo çfarë vlen të thuhet është fakti që kushtet e motit paraqiten ditën e sotme të alternuara mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperaturat do të shkojnë nga 5 gradë minimalja në 9 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër shënohet një rënje në temperaturën minimale dhe maksimale, dhe po ashtu do të kemi reshje shiu intensive. 2 gradë Celsius do të nisin në mëngjes temperaturat, dhe 7 gradë do të arrijnë përgjatë orareve të mesditës. Nga Parisi ndalemi tani në New York për të mbyllur së bashku edhe parashikimin e motit në këtë pjesë të emisionit. Temperaturat ditën e sotme do të shkojnë nga 3 gradë në 7 gradë Celsius maksimalja, kushtet e motit do të jenë me kthjellime dhe vranësira, ndërkohë që po ashtu edhe nesër paraqiten të njëjta kushte e motit, kthjellime dhe vranësira të alternuara të dyja, me temperatura që nisin me 6 gradë në orët e para të ditës. Pra kemi një përmirësim në raport me ditën e sotme, dhe temperaturën më të lartë që do të regjistrohet që do të shkojë në 9 gradë Celsius. Dhe me New Yorkun ne mbyllim kështu edhe parashikimin e motit. Ju rikujtoj edhe një herë të jeni të kujdesshëm, jo vetëm sa i përket prezencës së një çadre në mënyrë që të mbroni pak veten në këtë ditë me reshje shiu, sa i përket veshjes, por edhe të kujdesshëm sidomos për ju që jeni në drejtimin e automjeteve.